Deputetja e Kuvendit të Kosovës dhe njëkohësisht aktoria e njohur Adriana Matoshi ka dorëzuar deklarimin e saj të rregull vjetor të pasurisë për vitin 2025 pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, duke ofruar një pasqyrë të plotë të ardhurave dhe pasurisë së saj personale gjatë vitit 2024. Sipas dokumentit të publikuar, Matoshi ka deklaruar një veturë të tipit Fiat në vlerë prej 13.000 euro, e cila është dhuratë nga ish-bashkëshorti i saj dhe që figuron në pronësi të prindërve. Po ashtu, ajo ka në pronësi të prindërve edhe një shtëpi prej 66 metra katror, e ndërtuar në vitin 1990 me kursimet e babait të saj. Vlera e tregut e kësaj shtëpie është vlerësuar në 400.000 euro. Matoshi ka deklaruar edhe një kredi në shumë totale prej 15.800 euro, të marrë në nëntor të vitit 2024 për renovimin e shtëpisë, me një afat shlyerje për 24 muajsh. Deri në momentin e deklarimit, ajo ka paguar një pjesë të kredisë dhe ka një borxh të mbetur prej 13.210 euro. Në aspektin financiar, deputetja ka 8.809 euro të gatshme në llogari bankare, të akumuluara nga paga dhe kredi.